1587 banesa kanë dalë jashtë përdorimit, ndërkohë që rreth 13200 hektar tokë bujqësore janë përmbytur, si pasojë e rreshjeve intensive në 2 javët e para të janarit. Rritja e nivelit të lumenjve, por njëkohësisht edhe mosfunksionimi i sistemit të kanalizimeve ka bërë që uji të futet në banesa dhe për pasojë të evakuohen rreth 339 qytetarë dhe 51 familje. Ishin qytetet e Lezhës, Fieri dhe Gjirokastrës, të cilët qëndruan për disa ditë në ujë, por dëmët më të mëdha duket se janë shkaktuar në qytetin e Durrësit. Eksperti urbanistikës Artan Kacani shprehet se përmbytjet në qytetin e Durrësit ndodhen si pasojë e mosfunksionimit të njërit prej hidrovoreve. Hidrovori i dytë nuk është një hidrovor i mirëfill, por është një shtesë artifice, e cila duhet çonte ujë në mënyrë të dedikuar tek porti. Kjo gjë është mbyllur dhe është mbi ngarkuar hidrovori aktual. Qeveria ka premtuar dëmshpërblimin prej 500 milion lekësh, të cilat do t'i shkojnë në ndihmë qytetarëve të prekur nga përmbytjet, ndërkohë që kryeministri Rama bëri të ditur se ekipet e verifikimeve janë në terren duke inspektuar banesat. Ne qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Unë ku e mora vesh mram që ka dalë emra ku shtëpi, dhe mos më ka dalë çfarë kështu. Unë kam me dokumenta. Por raportet e institucioneve tregojnë se dëmshpërblimi nuk është zgjidhja për fatkeqësitë natyrore. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, rreth 2.5 miliard dollar janë shpenzuar vetëm në 3 dekadat e fundit, për sa i përket përmbytjeve. Sipas raportit, theksohet që situata është përkeqësuar duke qenë se janë bllokuar kanalet e kullimit, por edhe për shkak të uljes së kapacitetit të hidrovoreve. Ndërkohë, vetë Ministria e Mjedisit ka theksuar se nëse nuk do të merren masa në kohë, Shqipëria rrezikon që të humbas 7% të prodhimit vendas në rast se nuk parandalon fatkeqësitë natyrore, qofshin këto zjarre apo përmbytje.